Një lajm I rënd ka tronditur botën e artit dhe muzikës shqiptare. Këngëtari I njohur Gjesti është përballur me humbjen më të madhe të jetës së tij, ndarjen nga jeta të vëllait të tij të vetëm. Burimet e afërta me familjen kanë treguar se vëllai I Gjestit ka ndërruar jetë pas një aksidenti tragjik, I cili ndodhi vetëm pak minuta larg banesës së tyre. Lajmi ka goditur rënd jo vetëm artistin, por edhe të gjithë ndjekësit e tij që kanë ndjerë dhimbjen dhe tronditjen që ai po kalon. Për shumë njerëz, Gjesti është njohur për energjinë, buzëqeshjen dhe dashurinë që përcjell përmes muzikës. Por sot, ai ndodhet në një periudhë të errët, ku fjalët janë të pakta dhe zemra e mbushur me dhimbje. Në rrjetet sociale, artisti ka ndarë një postim që ka prekur miliona ndjekës, ku shkruan: "S'do të harroj kur ditët tona, fjalët e tua, kujtimet tona. Ti nuk ishe vetëm vëllai im, por njeriu që më mësoi çfarë do të thotë dashuria, sakrifica dhe forca e vërtet." Ky mesazh, I shoqëruar me një fotografi të vjetër të tyre së bashku, është shpërndar me dhjetra mijëra komente ngushëlluese nga kolegë, miq dhe fansa që e kanë mbështetur në këtë moment të vështirë. Ata e kanë quajtur këtë humbje jo vetëm personale për Gjestin, por edhe një plag për gjithë ata që e ndjekin dhe e admirojnë për shpirtin e tij artistik. Në një intervistë të shkurtër për Median, I mbuluar nga lotët dhe me zërin që I dridhej, Gjesti ka bërë një deklaratë që ka lënë pa fjalë gjithë publikun. "Do e lë karrierën për hir të vëllait tim të ndjer. Nuk kam më frymëzim, nuk kam më forcë të këndoj kur ai s'më dëgjon më. Muzika për mua ishte jeta, por jeta ime iku bashkë me të." Kjo fjali ka përshkruar rrjetet sociale si një rufe emocionale, duke treguar thellësinë e dhimbjes që ai po përjeton dhe lidhjen e jashtëzakonshme që kishte me vëllain e tij. Familja e Gjestit është mbyllur në heshtje, ndërsa miqtë më të afërt kanë bërë të ditur se këngëtari është tërhequr nga çdo aktivitet artistik për një periudhë të pacaktuar. Studia e tij muzikore është bosh, dritat janë fikur, dhe një zë që dikur mbushte skenat me emocione, sot hesht në kujtim të një jete të prerë në mes. Për fansat, mungesa e tij është e ndjeshme, por të gjithë e respektojnë vendimin e artistit për të përqendruar tek familja dhe shërimi shpirtëror pas kësaj humbjeje. Gjesti, në fund të deklaratës së tij, ka lënë një mesazh që I prek të gjithë. "Do të jetosh përmes këngëve të mia, por tani më duhet kohë. Çdo varg që do të shkruaj më vonë, do ta ketë emrin tënd." Këto fjalë të thjeshta, por të mbushura me ndjenjë, tregojnë se ndonose ai e ka lënë përkohësisht muzikën, dashuria për vëllain do të jetë frymëzimi I përjetshëm që do ta rikthejë një ditë në skenë, jo për famë, por për kujtim.